Përshëndetje, mirë se erdhët në Viprum. Siç e shikoni, jam në një studio shumë të lezetshme, sot interesante. Nuk jemi në një TV, kemi shkuar te një tjetër televizion që është në fakt televizion shumë cilësor. Sigurisht jemi në Top Media. Kjo është studio e Top Albania Radios, ku kolegja, nuk e di më të quaj kolegja akoma, se unë jam amator te kjo puna, po një prezantuese shumë e këndshme që un kam sot të ftuar speciale. Punon këtu dhe bën emisionin e saj gjatë gjithë kohës. Jam sot me Elona Dura. Me kënaqësi, pse koleg jemi, s'ka rëndësi sa kohë, sa ditë, sa eksperiencë, jemi koleg, bëjmë të njëjtën punë, po thoja që ndoshta kjo është studio më VIP ndonjëherë që ka qenë, se në këtë studio kanë kaluar emrat shumë të rëndësishëm të televizionit, të artit, muzikës. Lejo të përshëndes kolegët Arbanën, Ledionin, Enon, Bojken Lakon, Sokol Ballën, kanë ardhur Scorpions në këtë studio. Shumë emra, Giuseppe Ferreri, Melanie Fiona. Britney Spears ka ardhur akoma? Britney Spears nuk ka ardhur akoma. Do vjen tani që erdhon besoj. Kështu që është vërtet një studio VIP. Është vërtet në fakt jam ndjen shumë mirë që jam sot me ty sot këtu. Faleminderit që më ftove. Nuk e prisa fare. Po të vati të ftojon. Bukur, e nisim. Më thuaj pak Elona, se janë shumë kurioz të di. Studio e radios është nga interesante, shumë për të parë kanë që vi sot. Është më mirë këtu apo është te studio tjetër atje te Top me mos gaboj që ti del edhe në ekran? Kush është radio apo televizion që ti jep më tepër impakt? Un kam një dashuri shumë të madhe për radion, edhe radion e dua shumë. Është radio që më mbush pjesën më të rëndësishme të ditës dhe është radio të cilën nuk e quaj asnjëherë punë. Është dashuri dhe pasion dhe kur më pyesin ku po shkon nuk e them në punë. Shkojmë në radio, kam emision, edhe vi me shumë qef, edhe atëherë kur zëri nuk është në formën më të mirë, edhe atëherë kur kam shpenzuar disa orë jashtë të shtunën edhe të dielën. Në radio vi gjithmonë me qef, kam shumë dashuri me tuta, me atlete, me njëra ati shumë të mirë, ndërsa në televizion pastaj për të mos rënë në përsëritje, të duhet të rregullohesh, të duhet të krihesh. Pak më impostuar atje? Pak më impostuar atje, drita më shumë, njerëz më shumë. Po ti e vull me? Faleminderit, mundohem. Elena, më thuaj, ke të dashur ti? Po kam, për disa muajsh kam. Nice. Domethënë, unë pata një kam për disa muajsh. Pata një break-up. Po të gjitha, pata një break-up, pata një pushim, disa mujor, tani po kam dhe jam e mirë, lumtur. Bukur. Më vika mirë shumë vërtet. Faleminderit. Nuk është se nuk kum fare Elona. Tash disa muaj. Disa muaj. S'ke për vitin akoma trafte mirë. Çon si ka. Mirë. Kam përshtypjen që ky dashur jot i ri duhet të ketë diçka që ti të ka bërë bam në këtë kohë kaq të shpejtë. Çfarë ka ky kaq speciale që ti vërtet ta bëri? Çka ke më? Unë them që i ka të gjitha. Është too good to be true, i thënë ndonjëherë. Edhe ka të gjitha ato që mua më pëlqejnë edhe jo se isha në kërkim, po do t'i që ishin ngritur të gjitha të ky njeriu. E qartë. Ka dhe gjëra që nuk shtojnë, po do t'i rregullojmë ato. Çfarë kumsi është ky? Është shqiptar? Shqiptar. Se si duhet jetë. Apo se mos kush e di, se çfarë do të vjen, goca janë për shumë keq, ka bëj kohë çfarë thuaj. Nga që shëtis shumë unë edhe ti mendon se kam nga një për çdo shtet. Jo, nuk as nuk kam qenë ndonjëherë kurioze për të provuar. Shqiptar. Miksuar pak me... Me çfarë është miksuar? Me shaka. Po, bukur shumë. Më thuaj pak Elona, ti materialiste je? Çfarë do të thënë materialiste? Materialiste është që të kesh një person qef, jo vetëm për shkak se ka lek, apo është i pasur, por që kjo është një arsye më kryesore. Në që shikon që kanë monetare të meshkujt. Asnjëherë. Jo? Asnjëherë. Unë kam ndenjur për shumë vite me një person i cili modestisht kishte një makinë me dy dyrë. Ose kishte fare, jo, fare, nuk jam. Kishte një, okay, nuk jam. Jo, nuk jam fare. Do të ti po më thuaj që sigurisht që të vjen mirë kur ai burri. Sigurisht që, Sigurisht që të vjen mirë kur ai burri ka vesh të mirave që ka edhe këtë të mirë, po nuk kam qenë asnjëherë në kërkim. Është thjesht. Po do të thënë, nuk është se ti pretendon të paguash ti kafen të dashurit tani, ëh? Po pse jo? Gjithkohës? Biles më mirë kafen. Mos më bëni verën ai ndarë. Ko kafen e gjithë. Hivja. Elona, thuaj pak. Nuk kam qenë asnjëherë materialiste dhe nuk besoj se do jem. Top Media supozohet që kohët e fundit ka ca probleme të vogla që gjithë po flasin, që unë se di janë vërtet apo jo, po thuhet që këtu brenda ka ca konflikte. Dëgjoj ti? S'di asgjë. Janë fjalë njerëzish domethënë. Janë fjalë njerëzish, ti ke disa minuta, orë që qarkullon studio të Top Albania Radio, si shenjë njerëz. Pozitiviteti vu. Kështu që më pritën këtu te Top Media kështu apo të punoj këtu. Kalove edhe 2 dogana për tyr dhe prapë njerëzit të mirëpritën. Jo, është ka qenë gjithmonë kjo harmonia në staf dhe ka qenë gjithmonë njerëzit kanë shkuar gjithmonë mirë me njëri tjetrin. Për sa kohë gjërat shkojnë mirë, edhe marrëdhëniet shkojnë mirë. Jo, unë s'kam vënë re asnjë gjë që nuk është brenda dhe nuk gënjej për këtë. Është feel like home.
Ndjeu si në shtëpi. Çfarë do pish ti? Pastaj, se tani kemi intervistën. Më thuaj pak si shkon me Albano Dushin. Si është të punosh me Albano Dushin? Perfekt. Personazhi më Vetëm këndshëm. ka një problem. Se ne gjithmonë pas Top Show dali, sidomos kur kishim Top Show magazini javë për javë. Edhe pas emisionit shkojmë në një nga lokalet tonë të preferuar dhe aty abuzojmë ham edhe pim. Edhe unë Aha, do me thënë është abuzim. Në orën 2 të natës kur mbaron në orën 2 të natës kur mbaron Top Show, domethënë në orën 1 të premten që kemi patur maratonën e gjatë, në orën 1 të darkës. Vetëm ky problem nuk shkon, domethënë për një vit Top Show magazin unë kam marrë disa kile, edhe nga qefi i punës që bëj, po edhe nga Albano Dushi është the best man ever që unë kam punuar ndonjëherë. Bjeta gjithashtu, stafi gjithashtu. Nëse do të jepej një projekt, do të jepte dikush që është më lart se sa ty, një projekt, më them sa mundësim për të bërë ti një projekt shumë interesant, që të jetë. Çfarë na thon? Intervistë me INTV. Do të jepte dikush një projekt pra në dorë që ti mund ta bëje si të kishe qejf ti këtë projektin, edhe ta kishe tëntin këtë projekt. Televiziv. Si do ishte ai projekti? Çfarë do përmbante? Projekti më i afërt është një tjetër projekt shumë interesant. Ekskluzive, po, nuk e kam thënë herë tjetër. Është një kamion i madh, shumë i bukur, transparent, i bardhë, jo i kuq, po transparent. Edhe me të do të udhtoj në shumë qytete të Shqipërisë përgjatë verës, duke intervistuar personazhe të rëndësishëm, të njohur, duke nisur me Tiranën, një xhiro nëpër qytet. Po pastaj për çdo qytet ka nga një personazh kështu të njohur. Dhe gjatë verës në pika turistike me personazhet e njohur që mund të gjenden. Ju i keni kaluar vet këto eksperienca gjatë verës në mikrofonin e INTV. Bukur shumë, okay, lëm pak punën pas. Po, Kasëm sa gjëra personale. Prapë? Mirë. Ai ishte shumë nxemë, ishte gjëra të vogla ato. Okej. Si flirton ti Elona me një mashkull? Kur e shef që ulesh utak, aty te bën anko, se ku diun, ku flirton njerë, vendet që ti zgjet për të gjuajtur. Ato muaj që ishe vetëm domethënë. Çuditërisht ato muaj kam ndenjur në shtëpi. Se më duket se kam flirtuar me internet. Nuk e mbaj mend mirë se tani jam. Më duket se kam flirtuar me Facebook, me Instagram edhe me WhatsApp. Mund dukem shumë adoleshente. Me like me gjëra. Me like, me statuse, me Insta Direct që flitet si në chat apo në inboxin e Facebookut. Kështu njohëm me dashurin e ri domethënë. Paka shumë. Sa nice, bravo. Interesante. Paka shumë. Bukur shumë. Më thuaj pak, sa natyrë seksuale e ti? Jo se është e turpshme për të thënë, po aq sa duhet, mjaftueshëm. Nuk jam as high as low, jam okay. Se shumë njoh njerëz që janë kolegë tanë në fakt, po unë do i them tani emrat, do i them një tjetër. Nuk më dalin thot. Nuk më dilet. Nuk më dilet nga shtëpia. Vetëm nuk më del partneri pra. Ah, okay. Se tash do thoshin ne kështu, ne një herë në verë, një herë në dimër. Po gënjejnë. Bukur shumë. Seks në mëngjes apo mbrëmje? Më pëlqen shumë në mëngjes. E nisi të mbar. Po. Mirë. Po në mbrëmje. S'është keq. Kujdes mikrofonin. Të lëmë era bumi. Se flet për seksin të vishë mikrofonin. Po. Elona, pra gjithë kjo hashin nxehta bie dëgjoj. Është një gjë që thon për çunat, që unë me thënë drejtën s'kam qenë herë dakord, po ti kam unë këtë gjë, po pyesim ty sot. Ti përsa të gjën që është kështu? Domethënë që ata që janë shumë të gjatë kanë problem këtej. Ata që janë shumë të shkurtër kanë këtë gjën që s'është problem. Dalliqe tjetër. Ndroja. Ska lidhje fare, sa gjatë është dashuria? Shumë i gjatë. Ndaj të ti e vërteton këtë që bukur. Lajm, Elona duro flet për. Okej. I lëm pas ama se shumë vat me vërtet. Po ti do jeja shtetit për shembull jashtë Shqipërisë. Edhe të kisha mundësinë për të zgjidhje ti punën që do të bëje. Çfarë do të bëje andi? Barwoman. Vërtet? Po, unë kam para disa vitesh isha me pushime në Ibiza dhe kam takuar vetëm njerëz të komsive të ndryshme. Marka lek mirë kështë sigur Ibiza? Jo, Ibiza janë pushimet më të tjera që unë kam bërë ndonjëherë. Okej, marka. Edhe kam takuar njerëz të komsive të ndryshme të cilët shkonin në këtë vend vetëm për të tilla eksperienca. Dhe po mendoja, edhe unë mund të isha një barwoman më shumë mirë. M'pëlqen kështu. Shake it. Qa do marrësh, qa do pish, ose kur ta sill. E sjell bukur. Enjoy it. Qëndrimi, tamam. Gjok të para. Qa brava. Jo, më pëlqen. Bakshishi do kishe pa funja, kjo është sigurt. Me njerëz, me muzikë, clubbing, do doja ta bëja, jo për gjatë, po për atë moshë 23, 4, 5, apo tisha sa ty do ta bëja. Po 25 ti tani apo ja? 26. Okej, që një vit më madhe se unë. 31. Shumë njëri. Era më thuaj pak disa këshilla që ti do të jepje prezantuesve të rinj. Përfshirë dhe mua, son sa e kam nisur.
Po çfarë them, vetvetja shumë është Tjetra, atë jemi. Atë jemi. Ja mund të më thonë se. Je shumë Kelvin, ka habitur sa rahati edhe sa vetvetja je. Okej, bëj komplimenta mua, bëj komplimenta. Unë dua vetëm them që bëjeni këtë punë me shpirt, bëjeni këtë pasion me shpirt, edhe gjithmonë them mos e shndroni në punë, se ne nuk kemi një punë që shkojmë dhe dolim tetor te zyra edhe do bëjmë llogarit minus plus shumë të intensiv. Ne kemi një punë shumë kreative, shumë të bukur, shumë imagjinare, shumë fantazi, shumë thriller, shumë komedi, shumë fiction, shumë fiction, kështu që enjoy it. Elona, unë kam një ide. Ta bëjmë pak spicy situatën. Spicy, e bëjmë hoti. E bëjmë hoti. Marrë një telefon ta luajmë mënd. Marrë Olti Curi se. Po, se dëshmora DJ Oltin më. Kam sigurt që reagimi i Oltit do jetë shumë nice. E rëndësishme është që e kam te favorite. Domethënë kam familjarët edhe kam te këtë kafshë këtu. Loudspeaker. Loudspeaker. Na kujtoj këtë. Ami, gjallë je. Gjallë pra jam, si e ti, qa më bën? Nga je? Nga Durrësi, po ti nga je. Unë jam nga Piramida. Nga Fieri. Unë jam nga Fieri. Se po pres filloj emisionin. Lale se ma kthen gjithmonë kështu si me të qeshme, po kam taku Savën tashi, edhe maj në njëra të gojën Olto, se vetëm e shadi, sidomos kur bëhet fjalë për mu. A mund të më vlerësosh në një herë një të tate? Qa thu? Qa Savën të tine? Alo? Se më vjen për qaj, idiot. Vetëm... Shane të qasë, se nuk do të përvej qa më thumë. Alo? Tash nuk e mbaj dorë. Me ta bëjmë bukur tamam. Thuj, mas qarote se jam shumë keq. Alo? Nuk dëgjojmë keq, jo, do ti ta dëgjosh keq. Zemra, për një javë më ke fut në sherr me 3 njerëz. Me Marinën, me Ildën, tani më thot dhe Sava, sa fjalë jo të këndshme. Jo të këndshme. Edhe që fa ne kur edhe nuk kam menin dhe. Qa themo? Qa? Jam, nuk kam hongër drek akoma, qa ke, që vetëm u lërin. Të dua shumë Olti Curi. Më kanë vënë në sikletë të bëj gënjeshtaren edhe të poshtëm në telefon me ty, po. Ja hudha, mbaroj! Ati e shme, ta të qillove drogën, mosh tensionit. Olti përshëndetje. Jo, akoma, është Kelvi, të përshëndet Kelvi nga INTV. Olti përshëndetje, si e? Mora vesh që s'ke ngrënë bukë, prandaj nuk ishte fort produktiv. Të momeni pas dreke që t'ja përshëndet. Mrap pika. Olti të përshëndesin shumë fort. Edhe me shumë faleminderit. U kënaqa shumë se do ikni ju. Po do ikim nëse tani Po çfarë vini ndonjë gjë. Ti ke emisionin tani. Në orën 2, edhe 30 minuta. Kështu që kuptoj shumë mirë dhe atë dëshirën e madhe për të qenë pjesë e mikrofonit të radios, unë e bëj vetë radion. Kështu që është pëlqen më shumë radio. Televizioni. Televizioni shumë të dalë me fytyrë të shoh veten gjithandej. Se je dhe bukurosh prandaj. Shumë. Faleminderit INTV, ju përshëndes të gjithëve, edhe jeni shumë cool. Faleminderit shumë Elona, faleminderit që juve që na ndoqët sot. Unë u kënaqja sot edhe me sigurt që dhe juve do kënaqeni sot me Elonën, kështu që mund t'ju them që do shihemi shumë shpejt me një tjetër intervistë po kaq të këndshme sa me Elonën. Ju puth shumë fort edhe mirupafshim.